Dhe kjo të ndihmoi që të shkojë në Greqi pastaj si zotëri. Vajta në Greqi. Jo nga Mali. Patjetër, asnjëherë s'kam shkuar nga Mali, unë gjithmonë kam shkuar si zotëri në Greqi. Duhet të them një gjë, një të vërtetë, sepse të vërtetën ja kemi borxh dhe shoqërisë, po ja kemi borxh dhe Zotit. Nuk mund të kritikoj asnjë qytetar grek, asnjë komshi grek, asnjë njeri me të cilin na pritën, na përcollën, na ndihmuan, na dhanë punë, na dhanë gjithçka. Ndërsa nuk mund të rri prap pa dënuar në mënyrë më të ashpër atë krijesë jashtëzakonisht agresive dhe çnjerëzore që quhet kisha greke. Dhe këtë e vërteton dhe i madhi Fanoli që thot demi të vret me brir, greku të vret me kish. Pra, ne armik në Greqi kemi kishën greke. Dhe nuk dua që të më shaj njëri qytetarin grek, sinqerisht këtë e them me gjithë shpirt, sepse më kanë zgjidhur probleme jo të mia vetëm, por unë punova sa aci në qendër të Athinës sepse kisha zanatin e trashëguar nga babai. Dhe më kanë ndihmuar. Çfarë ora është të vinin aty aman? Rolex kishte? Nga të tëra, deri tek Vasharo Konstantin. Që kushton? Rreth 700.000 euro, ashtu drami kushton atëherë rreth 4-5.000 euro, 6.000 euro sot. Tani u ka vajtur çmimi në qiell, po si janë orët më të sigurta në botë. Dhe kam ndihmuar shumë qytetarë që vinin për të filluar punë me përkthime dhe duke u gjetur punëra me qytetarë grek që vinin në dyqan, nuk më kuptonin nga gjuha, besa besën, do them të vërtetën, nuk e dinin që isha shqiptar, mendonin që isha grek. Sepse flisje greqishte në mënyrën perfekte dhe kjo ishte arma jote më e fortë.